بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Allahun Gjelle Wala falenderojmë, salavatet dhe selamet tona mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam i dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit e pasojnë. Vëllezër, Allahu ju shpërblet për sabrin dhe durimin, lut Allahun Gjelle Wala siç na ka tubuar në këto momente, në këtë vend, Allahu të na tubon shoqëri më të mirë, shoqëri të njerëzve të mirë, të pejgamberëve dhe të melaqeve të Allahut Firdaus el-A'la. Është shumë rëndë me folë pas dy veteranëve të davetit, pas Molla Zekeriahit dhe pas hoxhës Remzi, lusë Allahun Gjelle Wala që Allahu t'ju ndriçoj rrugën, ashtu si që ka ndriçuar qytetin ton me prezencën e tyre. Vëllezër, kjo temë, çështja e unitetit të ummetit dhe bashkimit të ummetit, nuk është çështje e lehtë e cila mund të tregohet për disa minuta. Megjithatë, nëse shikojmë të kaluarën tonë, të kaluarën e ummetit të pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam, do të gjejmë një gjë. Sa herë që muslimanët kishin unitet dhe ishin të bashkuar, Allahu Gjelle Gjelaluhu ju jepte sukses, Allahu ju jepte fitore, Allahu ju jepte krenari. Walillahi al-izzatu, wali rasulihi, walil mu'minin, walakinna al-munafiqina la ya'lamun. Allahu t'i takon krenaria të dërguarit të tij dhe besimtarëve. Megjithatë, munafikët dhe ata që kanë imanin e dobët nuk e dinë këtë gjë, nuk e kuptojnë këtë realitet. Dhe në të kundërtën, vëllezër, nëse shohim në historinë tonë, do të gjejmë se rënja më e madhe e ummetit të pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam ishte në momente kur mesin e tyre kishte grindje dhe përçarje. Sa herë që paraqitej një përçarje në mesin e tyre, Allahu Gjelle Gjelaluhu e dënonte ummetin e dashurit të tij me dështim. Kështu që ne sot gjendemi përpara këtij realitetit. Kemi Gazën, Allahu e lehtësoft, kemi vende tjera të muslimanëve të cilat vuajnë për shkak të dështimit ton, jo për shkak të dështimit të tyre. Dështimi është i përbashkët. Kur uniteti është i përbashkët, edhe suksesi është i përbashkët. Megjithatë, në të kundërtën, edhe dështimi është i përbashkët. E për të folur për këtë temë, Allahu Gjelle Gjelaluhu ka zbrit shumë ajete. E ka mësuar të dërguarin e tij alayhi salatu wassalam. Çfarë do me thonë të jemi ne të bashkuar? Çfarë do me thonë ne ta duam njëri tjetrin? Çfarë do me thonë që ne të ecim përpara krah për krah? Allahu Gjelle Gjelaluhu ka zbritur të dërguarit të tij ajete dhe e ka mësuar në praktikë se si t'u mbjell sahabeve dashurinë për njëri tjetrin, si t'u mbjell sahabeve gajlen dhe dertin se si ata duhet të jenë të bashkuar. Shënon Imam Muslimi në Sahihun e tij, nga Ebu Bekr ibn Abi Shejbete me zinxhir deri tek Ebu Mes'ud el-Ansari radiyallahu ta'ala anhu, i cili thot: pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam dilte prej vendit Kufali, dilte dhe na rëndiste safet dhe na prekte shpatullat e njëri tjetrit dhe na thoshte neve: istau, drejtohuni në safe, wala takhtalifu fatahtalifa qulubukum, edhe mos u përçani që Allahu mos t'ua përçaj zemrat tua, mos del njëri përpara e tjetri pak më prapa. Jini të barabartë në safin tuaj, jini rrafsh në safet tua. Wala takhtalifu, dhe mos u përçani e pastaj Allahu t'ua përçaj zemrat tua. Pastaj tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam: "Feljelini ulun nuha minkum", dhe pas meje le të vinë njerëzit të zotët e mendjes dhe zgjuarësisë dhe diturisë. Hadith ky, i cili në përgjithësi gjendet në kapitujt e namazit, rënditja e safit. Megjithatë, vëllezër, kjo rënditje e safit nuk ka ardhur thjesht se si duhet unë e ti të rënditemi saf dhe të falemi. Jo. Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam në mënyrë praktike del dhe e prek shpatullën e njërit dhe e rafshon me shpatullën e tjetrit. Pastaj hyn mihrab dhe kthehet ka e djathta dhe ka e majta dhe thot: drejtoni safet dhe mos u përçani që mos t'ju përçahen zemrat. Namazi
Dhe rënditja në namaz nuk është thjesht rënditje thjesht për të dukë se është e bukur, është rënditje e cila mbjell në zemra tona disiplinë dhe rregull, është rënditje e cila mbjell në zemra tona harmoni dhe dashuri për atë i cili gjendet në të djathtën ose në të majtën tonë. Namazi dhe rënditja në të na tregon vëllezër se harmonia e ummetit, uniteti i ummetit, bashkimi i ummetit, dashuria mes ummetit fillon nga xhamia, fillon nga safi i parë, pastaj në të dytin dhe në të tretin dhe del jashtë xhamisë. Me fjalë tjera, ajo që ne sot shohim nga përçarjet, grindjet, mospajtimet në mesin e muslimanëve, zanafillën e ka tek xhamiat se unë edhe ti nuk jemi të unifikuar në safin e parë vëlla. Pas asaj, ai dyti dhe i treti nuk janë të unifikuar sepse safi i parë ka problemet e veta. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, pasi disa herë i rëndiste safet me duart e tija, filloi që këtë ta bëj vetëm gojarisht. Istawu wa'tadilu. Drejtohuni dhe rafshoni safet. Por ama, kur kjo këshill e pejgamberit Allahut alaihi salatu wassalam nuk zinte vend në praktikën e menjëhershme të dikujt prej sahabeve dhe shikonte djathtas dhe shihte se gjoksi i ndonjërit prej tyre kishte dalë përpara, po ju thoshte i dërguari i Allahut, o ti ktheu në vendin tënd dhe përçarja yte me vllaun tënd në saf do të lë gjurë që zemra yte me zemrën e tij tjetë e përçarë. Duket e vogël, po s'është as pak e vogël. Nga se dikush mund të pse është largu ki prej meje, mos më vjen era keqe. Do shtë është i dhnundi që e kam prek për para namazit, e kam ofendu, e kam fyj, dhe fillon që njeriu namazin e ti të ketë mendime që s'do t'i ketë brenda namazit, sepse namazi është lidhje direkte mes teje dhe Allahut xhelle xhelaluhu. E largimi i dikujt prej vëllezërve ton prej nesh na shkakton që ne të gajlosemi dhe të mërzitemi pse është largu. E pejgamberi Allahut alaihi salatu wassalam vazhdon porosinë e tij dhe çfarë thotë? Fel yelini ulun nuha minkum. Ata të cilët vinë pas meje, ka ardhur imami në safin e parë, le të vinë të Zotit e mendjes dhe diturisë. Ata të cilët gëzojnë respekt në shoqëri, ata të cilët kanë dituri dhe e dinë se nëse ndodh ndonjë lëshim nga imami, e dinë se çka të bëjnë. Kur e tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam këtë gjë, dini çka ndodhi vëllezër? Ditën e parë dhe dytën dhe tretën filloi që duket një boshllëk në safin e parë. Sa që Ebu Bekri dhe Omeri dhe sahabet tjerë të mdhej, të zotët të mendjes dhe diturisë, kishin frikë të dalin safin e parë. Dini pse? Mos jetë kjo lëvdat nga ana e tyre, se ne jemi ata cilët janë zotët e mendjes. Ne do të dalim vendin e parë, pas pejgamberit Allahut alaihi salatu wasallam. Jo vëllezër. Njerëz të cilët jetonin kulminacionin e modestisë. Andaj pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam kthehet majtas dhe djathtas dhe sheh boshllëk. Andaj nxit sahabet, po ta dini se çka ka në thirrjen e ezanit dhe në safin e parë, kishit fug short njëri me tjetrin, sikur se fugim short për këtë umre sot. Po ta dini këtë gjë, short kishit fug. Prap sahabet kanë frikë vëllezër. Një herë, e dy herë, e tri herë, derisa tha pejgamberi Allahut alaihi salatu wasalam, dikush prej jush do të vonohet nga hyrja në safin e parë derisa Allahu ta largoj prej mëshirës së tij. Ta largoj prej mëshirës së tij. Kur dëgjuan sahabet këtë gjë vëllezër, shpejtuan safin e parë, por ama ata të cilët nuk kishin dituri, u alan radhën atyre të cilët kishin dituri. E këto të cilët ishin të zotët të mendjes, aftësive dhe diturisë, e kuptuan që tashmë është rendi jon të dalin përpara. Vëllezër, sot shumë probleme në ummet lindin nga kjo problematik. Ata të cilët nuk janë kompetent, nuk kanë aftësi, nuk kanë dituri, dalin në vendin e atyre të cilët janë kompetent, janë të zotët e mendjes, kanë dituri, kanë zgjuarsi, gëzojnë respekt, e kështu që standardet përzihen. Del përpara ai që nuk di dhe qëndron prapa ai i cili nuk di. Ndoshta nga kjo modesti të cilën e patën në fillim sahabet e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë kjo modesti nuk bën të jetë në kësaj lloj pozitash. Nga se vallën e udhëheq ai i cili nuk meriton që ta udhëheq këtë vallë. Këtë hadith vëllezër pse e tregova? E tregova vëllezër për të na bërë me dije diçka. Për shkak se çështja e unitetit të ummetit dhe bashkimit të ummetit pejgamberit Allahut
alayhi salatu wasallam, është çështje e trajtuar në referencat dhe literaturën fetare në hollësi. Megjithatë, ky hadith është mënyra praktike se si pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam zbatonte urdhrat e Allahut për ta mësuar ummetin e tij se si duhet të jenë të unifikuar. Fillojmë nga imami, që të jetë njeri i diturisë, që të jetë njeri i cili gëzon respekt, që të jetë njeri i cili ka mundësi që të menaxhojë situata jo të hijshme, pastaj nga njerëzit më të afërt përreth tij. Dhe gjithçka të jetë ndërtuar meritokraci, të vjen përpara ai i cili meriton, jo dikush tjetër, dhe të qëndrojmë për krah vëllezërve ton me dashuri dhe me harmoni, për shkak se këta vëllezër që na shoqërojnë sot në safin e parë, dëshirojmë që të na shoqërojnë nesër në përmirësimin e çështjeve marrëdhore në këtë dynjë që kanë të bëjnë me ummetin, e do të kemi dëshirë që këta vëllezër që ndrojnë pranë nesh në ahiret, kur të gjithë njerëzit do të jenë armiq të njëri tjetrit për post të devotshmëve. E për këtë Allahu xhelle ve ala zbriti ajet. Në surën Ali Imran, Allahu xhelle xhelaluhu vëllezër po na drejtohet kështu: Ja eyyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni iman, lutë Allahun që Allahu të na bëj prej tyre. Dhe kur ta dëgjosh këtë thirrje, thot Abdullah ibn Mes'udi, kur ta dëgjosh këtë thirrje, hape zemrën tënde dhe hapi veshët tu, sepse Allahu po të flet ty, jo atij i cili është përreth teje. Mendoje se kjo thirrje është e veçantë për ty, jo për dikë tjetër. Allahu xhelle xhelalu i flet njërit prej nesh dhe po na thot: Ja eyyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni iman, ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Në një ajet të shkurt, Allahu ka përmbledh 3 komponenta të bazë të raportit të çdo një njeriu me Allahu xhelle xhelaluhu. E para, Allahu përmendi imanin dhe cilësoi besimtarin me thirrjen më të bukur: o ti që ke iman. Nuk ka thirrje më të bukur se sa kjo thirrje. O ti që ke iman, ittaqullaha haqqa tuqatih, ji i devotshëm ndaj Allahut ashtu siç duhet të qenë të devotshëm. E devotshmëria, vëllezër, është të formojmë mes nesh dhe dënimit të Allahut perde dhe barierë, është që të zbatojmë atë që Allahu ka urdhëruar dhe të largohemi prej asaj që Allahu ka ndaluar. Ittaqullaha haqqa tuqatih, jini me të vërtetë të devotshëm ndaj Allahu xhalla wala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dhe mos vdisni vetëm se si musliman. Ftesa që për besimtar të jenë të devotshëm, devotshmëri kjo e cila do të bëhet pjesë shoqëruese e çdo një besimtari i cili synon të vdes me fjalën la ilaha illallah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, nuk është për çdo një njeri, është për atë i cili fiton epitetin e besimtarit dhe stoliset me petkun e devotshmërisë. Ai do të vdes i nështruar ndaj Allahut dhe musliman përpara Allahu xhelle wala. Çfarë thot Allahu në vazhdim, vëllezër? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dhe të gjithë ju kapuni për litarin e Allahut dhe mos u përçani. Pasi që je besimtar, që synon se e ka vesh petkun e devotshmërisë dhe synon të vdes me la ilaha illallah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Të gjithë kapuni për litarin e Allahut, e asesi mos u përçani. Asesi mos u përçani. Ky litar është feja e Allahut. Ky litar është fjala e Allahu xhelle xhelaluhu. Ky litar është metodologjia në të cilën na ka mësuar Allahu xhelle wala që të jetojmë këtë dynjë. Devotshmëri, iman, islam, tash bashkim i ummetit. Andaj kanë thënë dietarët e tefsirit, Allahu xhelle wala në këto 2 ajete na ka përmend themelet mbi të cilat me do e mos të ndërtohet uniteti i çdo një muslimani. Nuk ka unitet të ummetit pa këto 2 komponenta, imani dhe devotshmëria në Allahun, edhe vllaznillëku për hir të Allahu xhelle xhelaluhu. Wa'tasimu, kapuni të gjithë për litarin e Allahut dhe mos u përçani. Wadhkuru ni'matallahi aleikum. Dëgjoj këtë pjesë vëlla. Allahu ju flet sahabeve prej muhaxhirinëve dhe ensarëve dhe ju thot: Wadhkuru ni'matallahi aleikum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana
dhe kujtoni dhuntin e Allahut për mbi ju. Kjo vlente për sahabët, po vlen edhe për mua dhe për ty o vëlla. Dhe kujtoni mirësinë e Allahut për mbi ju, kur ju ishit armiq të njëri tjetrit dhe Allahu u bashkoi zemrat. Bashkimi i zemrës tënde dhe times namaz është mirësi prej Allahut, jo aftësia ime apo jotja. Rënditja e safi si çdo në Allahun namaz është dhunti prej Allahut, jo aftësia ime apo jotja. Organizimi i çështjeve që janë në dobi të komunitetit dhe të ummetit nuk është aftësia jona, as merite dikujt prej nesh. Është mirësi dhe dhunti vetëm prej Allahut xhalla xhelaluhu, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allahu thot dhe kështu ju u banët vlezër me njëri tjetrin. Ky vllaznillëk, nëse e bashkojmë imanin në Allahun dhe dashurinë me njëri tjetrin, të cilën e quajmë vllaznillëk, do të rezulton vlezër me rolin e ummetit tek njerëzimi. Ç'është roli i ummetit të pejgamberit Allahut alayhi salatu wassalam? Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ju ummeti pejgamberit Allahut, ju ishit ummeti më i miri i cili është nxjerr njerëzve. Ta'muruna bil ma'ruf, urdhnoni në të mirë, ndaloni nga e keqja dhe besoni në Allahun. Ky rol nuk mund të zbatohet vëllezër. Ky rol nuk mund të duket në terren përderisa unë edhe ti nuk kemi devotshmëri dhe nuk duhemi si vllazni njëri me tjetrin. Andaj hadithi i Ebu Mes'ud el-Ansarit radhiyallahu ta'ala anhu është formë minimizuar prej ku duhet filloj uniteti i ummetit të pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam. Duhet fillojnë zemrat tona me devotshmëri dhe me dashuri ndaj vllaut ton dhe fillimisht duhet të zbatojmë në çështjet më të thjeshta, sikur se është rënditja e safit, që të pretendojmë se ndonjë musliman në Kin dhe ai tjetri në Alask, një ditë prej ditëve do të ketë dobi nga një musliman i trojeve tona. Lusë Allahu xhalla xhelaluhu që Allahu t'i bashkoj zemrat tona. Muaji Ramazanit vëllezër është muaji i bashkimit të zemrave përpara se të jetë muaji i bashkimit të trupave fizikisht. Lusë Allahu xhalla xhelaluhu që të mos dalim nga ky mezhlis vetëm se në mëkate të falura dhe me laqet e Allahut në dyert e këtij mezhlisit të na thonë të gjithëve neve qumu maghfuran lakum, çohuni nga ky mezhlis nga se Allahu xhalla xhelaluhu ju ka falur. Lusë Allahu xhalla wala që Allahu na mëshiron neve, prindërit ton, nënat dhe baballarët ton, vëllezërit ton musliman kudo qofshin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.